pse gratë smuren më shumë nga kockat, doktor? Kanë më shumë dhimbje kockash? Po, një ndër faktorët është edhe, le të themi, jo mosha më, por sa femra hy në perimenopauzë dhe në menopauzë, atëhere kjo fillon që të ndryshoj këto raportet hormonale dhe kjo gjë sigurisht që ndikon në dobësimin e strukturës kockore. Po dhe lindjet. Po sigurisht pra, ka shumë faktor dhe le të themi që, shiko, po të di femra të balancoj dhe të ruaj këto balancat e këtyre mikroelementve në organizëm, ajo do të hyjë në perimenopauzë dhe në menopauzë, por do të jetë me efekte shumë të vogla ndryshimi i saj, sepse neve marrim këto që përmbajnë estrogene, këto bimët për shembull që është ai tërfili kuq, ai është i mrekullueshëm, përmban estrogen, për shembull fitoestrogene, të cilat e mbajnë femrën dhe organizmin e saj, po edhe të meshkujve, në lartësinë e duhur, nuk e lën që ajo të bjerë. Në menopauzë, tërfili është një ndihmës shumë e mirë si çaj. Është i mrekullueshëm. Po tjetër, çfarë mund ta ndihmojë femrën? Unë kam sill një bimë këtu, që njerëzit ta njohin dhe të mos ta shkelin me këmbë. Lamium purpurea është hithra e butë. Sa ngjyrë të bukur që paska. Hithra e butë. Kjo ka ardhur nga lartësia 1200 metra mbi nivelin e detit, në plajën në Bilisht Vërmik. Bilisht? Po, dhe ka marrë dje. Bashkë me Aguliqen, po. Pra ishin si të thuash, si ajo Manushaqja. Pas ke qenë në zonën time, doktor. Po, patjetër. Si të duk ajo zonë? Është e Po pasur? ishte mrekullueshëm, papale, pastaj bim kishte plot, po ishin tamam si ai sythi që i pranverës që sa po fillon të pëlcasi. Dhe kjo si e strukur dhe e mbrojtur në ato dushkajat e vogla, kështu se të shkurtra ishin ato gati 1 metër, 1 metër e gjysmë. Kjo kishte filluar të lulëzonte bashkë edhe me Aguliqen. Si një natyra është piktori më i madh, se shive çfarë ngjyre i ka dhënë kësaj bime, si ombre që vjen nga jeshile dhe pastaj vjen me këtë ngjyrën e kuqe errët, purpurea, prandaj ka mbiemrin e përskuqur, po. Edhe u thash ata që më shoqëronin, shiko sa e përskuqur është kjo, si ato vajzat e brishta që kur ju flet skuqen, edhe kjo. Por kjo thash është e heshtur. Kjo vetëm të ngacmon me atë pamjen e saj, të thot, e ja këtu, më merr mua dhe vlerat e mia kalojnë në trupin tënd. Po, kjo është e vërtetë e saj. Jo ka gjithandej, por unë e solla këtu që sa më lart, aq më po, nuk diskutohet. Pra, kjo quhet ndryshe hithra e butë. Nuk është djegse, nuk të djeg, gjethet i ka si të hithrës, por i ka të vogla, ama është e pasur në flavonoide, këto që i japin këto pigmentet, është e pasur në mikroelement që forcojnë kockën. Pra, e përdorim si çaj, kjo mund të përdoret si çaj, mund të merren këto, kjo kaqesh për shembull, ja mund të kaputen këto kështu, dhe të përdoren si lakra të njoma, nga 7-8 deri në 10 fije. Kush i ka në zonën e vet këtë bim, hithrën e butë, mos e lërë. Po pra, fal flavonoideve, provoj çfarë arome të veçantë që ka, karakteristike. Arome freskët, aromë natyre, bari, aromë lulesh. Po, atëhere, kjo ndihmon ose ndikon, le themi, në fortësinë e kockave. Qofte e freskët kështu si që është, ose e grirë hollë, dhe pak e përvëluar, pak me ujë, me atë limonin, me atë vajnë e ullirit të vendit tonë që është i mrekullueshëm, dhe kjo, ato mikroelement që ka këtu së bashkë. Është në familjen e hithrës, pra? Në familjen e hithrës. Për kockat është më e fuqishme se hithra? Është më e mirë se hithra, sepse ka shumë herë më tepër flavonoide, prandaj e kam sjellë këtu.